Pika por në fletën e rrugës shkruan KTG, që e keni mundësien me këshyr, a e keni këtë sigurim a ju. Jon 2 pikë. Pika por në fletën e rrugës shkruan KTG, të manë Krankentagelt, edhe pika 2 janë shumë e rëndësishme në kontratën e punës. Kontratën e punës duhet më definua ose Krankentagelt që shkruan aty, ose shkruan skala e cyrijit, skala e benit, ose skala e bazelit. Këtë rast kisha lot pa tjetër me këshyr, sepse për fatkeq në Zvicër nuk është obligative me pas sigurimin Krankentagelt. Para mendoje, jetu punu në Zvicër me një kompani që 2 vjet në ndërtim, edhe smuesh për një kohë gjatë, edhe që të thëtë shefi që s'ki më rrugë sepse s'ki sigurim. Ju kalzojmë një shembull me 4 persona për me kuptu ma letë. Njëni person e ka sigurimin që quhet Krankentagelt, e ajo në këtë rast pagun 80% rrugës, minimum 80% deri në 2 vjet. Ata 3 persona tjerë nuk e kanë këtë sigurim, po banojnë vendet ndryshme. E aty folmi shka bën ligji ose deri në cilën pikë jetë mbron prej ligjit, që quhet Lohnfortzahlung. I kena skalën e bazelit, skalën e benit edhe skalën e cyrijit. Kjo marrë si shembull nëse të 3 persona nuk e kanë sigurimin, edhe punojnë që 2 vjet me një kompani, tashti aty është puna që shpeshifni edhe në tabel, ai person që punon në Cyri, ati i takon vetëm 8 javë rroga e plot. Ndërsa ai person që punon në Bern i takon vetëm 1 muaj rroga e plot. Ai që punon në Basel i takon vetëm 2 muaj rroga e plot. Qysh mundesh ti me këshyr, a e kiti sigurimin a jo? Pikë parë në fletë rrugës, shkruan aty KTG, Krankentagelt, ose edhe në kontratën e punës. Edhe të kisha lot pa tjetër me këshyr këtë pikë që është shumë e rëndësishme për arsye se është ky sigurim nuk është obligative.